Dashuria në distancë. A mbijeton ajo me kohën? Dashuria në distancë është një histori që nuk jeton dot në përqafime, por në mungesë. Është të flasësh me dikë dhe të ndjesh që është afër, dhe pse në realitet është shumë larg. Janë netët kur heshtja bëhet më e fortë se fjalët, kur telefoni bëhet i vetmi vend ku ti je takon. Dhe zemra mëson të presi, por distanca është e ashpër. Ajo nuk të pyet nëse ti je i fortë, ajo thjesht të teston. Disa dashuri thyen sepse mungesa bëhet shumë e rëndë, sepse dyshimi hyn aty ku nuk ka siguri, sepse koha i lodh zemrat që nuk preken. Por disa të tjera mbijetojnë, jo sepse është e lehtë, por sepse është e vërtetë. Sepse kur dashuria është e sinqertë, ajo nuk ushqehet me afërsi, por me besim, me durimin, me zgjedhjen që të mos dorëzohen, dhe kur rruga është e gjatë. Dhe atëherë kupton diçka shumë të thjeshtë, por të fortë. Distanca nuk i ndan zemrat që duhen vërtet. Ajo vetëm zbulon se sa të forta janë ato për njëri tjetrin.